Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar ashpër pas mbylljes së seancës së sotme plenare pa debat. Përmes një postimi në rrjetet sociale, demokrati shprehet se ka rënë shteti sepse organi kushtetues ka dalë jashtë funksionit. Demokratët kërkuan sot interpelancë me kryeministrin Edi Rama për dosjen Aruba, por u rrëzua si kërkesë nga socialistët. E pa precedent kjo që po ndodh në Kuvend, ku Partia Socialiste kërkon të asgjësoj parlamentin. E drejta e fjalës është thelbësore në një parlament funksional nëse hidhet në erë kushtetuta dhe rregulloria e Kuvendit, vetëm sepse deputetët ushtrojnë të drejtën e fjalës, duke mbyllur Kuvendin dhe duke mos lejuar debat. Praktikisht ka rënë shteti sepse organi kyç kushtetues ka dalë jashtë funksionit. Kurrë në histori nuk ka ndodhur që një mazhorancë që ka 83 deputet i ikën debatit dhe trajton grupin e vet parlamentar si Mehmec dhe karton ngritës. Frika e mazhorancës ndaj debatit parlamentar tregon edhe cilësinë e qeverisjes. S'kan ide, s'kan bilanc, prandaj nuk duan debat, shprehet Bardhi. Ndërkohë seanca e sotme plenare, pas disa minuta debatesh dhe 2 herë ndërprerje, u mbyll sërish me shpejtësi. Niko Peleshi kaloi për votim 4 raportet e institucioneve. Propozimi ardhur nga kreu i grupit socialist Aulend Balla. Gjatë momentit të votimit, deputetët e opozitës u çuan në këmbë duke protestuar kundër mbylljes së seancës parlamentare. Për Berishën ky është Pelesh parlamenti. Sipas kryedemokratit, seanca e sotme plenare u mbyll menjëherë nga socialistët, sapo ai denoncoi dosjen Aruba.